Krishti është ringjallur, gëzuar për shumë vjet Pashkët, dashur besimtar katolik dhe jo katolik në gjithë Shqipërinë. Sot është një festë shumë e madhe. Sot është festa e ringjalljes së Jezu Krishtit. Gjithë bota feston, gëzon për ringjalljen e Krishtit. Të marrim kuptimin e jetës mbi Pashkët është shumë e rëndësishme, por aq e mirë sa që na bën të kuptojmë rëndësinë e kësaj dite kaq të madhe, në të cilën çdo njeri e pret me gëzim, sepse shpresa e botës nga luftrat, nga vujtjet, nga dhimbjet që e ka kaplu historinë e njerëzimit të kohët e fundit, ka nevojë për paqen e shpirtit, ka nevojë për shpresë, ka nevojë për jetë, ka nevojë për dritë, ka nevojë për atë dritë të cilën e ndrit botën. Dhe ne si besimtar katolik ju ofrojmë gjithë njerëzimit këtë dritë nëpërmjet shpresës, nëpërmjet gëzimit, nëpërmjet dashurisë, Krishtin e ringjallur. Aja është drita që e bën çdo njeri të pandashëm me jetën e Zotit dhe me jetën hynore. Dhe kush jeton në pashkët e Krishtit, të ngjallurit e Krishtit, ai është mik i paqes, mik i dashurisë, jo i luftës, jo i urrëties, jo i natave dhe i smireve, jo i hatërmbetjeve, por është me të vërtetë mik i paqes, mik i dashurisë, mik i shpresës, mik i jetës. Për këtë arsye, tu nga bashkësia e lushnjës kisha Shënpalit e Pjetrit, dy apostujve shumë të mëdhej të kishës shenjte, për cilurimin gjithë njerëzve, kudo që janë, gëzuar e për shumë vjet Pashkët. Paqja le të mbretërojë në zemrat e njerëzve dhe në mbar botën që është shumë e nevojshme. Krishti ringjallur, le të ringjallë shpresën e një jete të mirë dhe plot paqe dhe dashuri. Edhe një herë gëzuar Pashkët. E mia. Prandaj, shëtrimi i kësaj nate i dëbon mbrapshti. Dije dhe sot është filin dhe mbarin, Alfa dhe Omega. Të tijat janë Male dhe dal nga dal i bajmë së bashku. Ju uroj një mesë të shenjtë edhe ta fillojmë këtë me dashurinë e Zotit. në mëtati Não takojmë ty ana ik.